Ka përfunduar ndeshja finale e Kupës së Shqipërisë në futboll për femra, Atletik Shkodra dhe Vllaznia. Ndeshja e kthimit përsëri fiton Vllaznia dhe kualifikohet në turin tjetër. Me teknikun e skuadrës Atletik Klub Shkodra Elis Legata. Profesor, siç e keni theksuar dhe ndeshjen e kaluar përballë Vllaznisë, nuk keni pasur shumë pretendime, duke pasur parasysh forcën e Vllaznisë, por përvoja e marrë nga këto dy ndeshje ju ka shërbyer. Është mos e normale që ta theksoj diçka të tillë sepse dihen niveli i Vllaznisë me nivelin e Atletik Klub Shkodrës, por megjithatë ne u munduam me bë më të mirën, sidomos në ndeshjen e dytë duke tentuar fije vajzave me i tregu që duhet si më lut, si më pozicionu për më shumë, mos me marr gola shumë dhe me tentu me dal pak para. Vajzat luajnë jashtëzakonisht mirë, treguan një performancë të mirë, normalisht ne jena çdo ditë në rritje, besojmë që do të bëjmë mirë edhe mas kupet në kampionat. Normalisht është pak vështirësi sepse numri i vajzave po reduktohet, por me këtë kontingjent që kena dhe me afrimin e dy lojtarëve të cilët kena dëmtuar, besojmë që në fazën e dytë do jena tepër protagonist për të marrë rezultate pozitive. U shpreh të kënaqur me një pjesë të vajzave të formacionit. Disa prej tyre, kush pikati më tepër? Po të them drejtën, e kena vajza të reja. Normalisht këto janë vajzat që po rriten. Të kanë një fat sepse në stërvitje dalin, janë të rregullta shumë me anën stërvitore. Normalisht do të përmendni Bieshken, kapitenin, Bieshka Kurin, e cila ishte sot, do të përmendni edhe portierin Monden, besoj që është një portier që mund të ketë një tar me Monda Kështjellën. Normalisht nuk do të po përmend edhe Klaren, është një lojtare e cila ka ardhur këtë vit tek skuadra jonë. Besoj që është një lojtare e re e cila do të ketë një tar me tepër të mirë në vazhdimin e saj në anën e futbollit. Legata e mbyllur me Kupën e Shqipërisë tashmë përqendrimin e kampionat, kur do të jetë ndeshja e parë për kampionat dhe me çfarë objektivash? Neve kemi ndeshjen e parë, besoj objektivat janë qarta, që ne të paraqiten jashtëzakonisht mirë edhe me kundërshtarët tonë direkt marrim po ato pikë që kena marrë në fazën e parë edhe të renditen sa më mirë në tabelën e klasifikimit, sepse siç po e shohim na vit mas vitit nuk po jena konkurrent, sepse në fillimet tona kur filloi skuadra Atletik Klub Shkodra ne kena pasur një skuadër tepër solide, por duke pa vështirësi që kena hasur rrugës problematika me numrin e vajzave, disa vajza me dëmtime me gjana, ne shohim që skuadra vit mas vitit po mon jo progres, po riprogres, sepse nuk po rritet, por besojmë që me këta vajza, edhe duke pa nivelin e ekipe të tjera, besojmë që do të renditen te vendi 7 në kampionat. Dhe ndeshja e radhës për kampionat me cilin kundërshtar? Ndeshjen e radhës ne losim me ekipin e Kino Studios. Është një kundërshtar direkt. Është një kundërshtar të cilin e kena mujt në Shkodër, por normalisht duke pa ndryshimin e fazave, është një kundërshtar i cili është rritë në fazën e dytë, edhe mund ta nxjerrin probleme në Tiranë, por besojmë që marrim më të mirën. Legata, faleminderit, suksese. Faleminderit juve.